Presidenti Amerikan Donald Trump ka pezulluar skemën e lotarisë së kartës së gjelbër. Ky vendim vjen pas të shtënave me armë në Universitetin Brown javën e kaluar, u bën jetën 2 persona dhe u plagosën disa të tjerë. Vendimi u konfirmua nga Sekretaria e Sigurisë Kombëtare Kristi Noem, e cila deklaroi se pezullimi i programit është bërë me urdhër të presidentit Trump, me qëllim që asnjë amerikan të mos dëmtohet më nga ky program katastrofik. I dyshuari kryesor për ngjarjen, 48 vjeçari portugez Claudio Neves Valente, kishte hyrë në SBA në vitin 2017 përmes programit të vizave të lotarisë së diversitetit dhe ishte pajisur me kartë jeshile. Zyrtarët amerikanë dyshojnë gjithashtu se Neves Valente është përgjegjës për vrasjen e profesorit të Institutit të Teknologjisë në Massachusetts. Sulmi ndodhi më 13 dhjetor ku një person i armatosur hyri në ndërtesën e inxhinierisë gjatë provimeve përfundimtare dhe hapi zjarr. 2 studentë u vranë, Ella Cook, 19 vjeçe, studente e vitit të dytë nga Alabama, dhe Muhammad Aziz Umurzokov, 18 vjeç, një uzbeko-amerikan që kishte nisur së fundmi studimet. 9 studentë të tjerë mbetën të plagosur. Programi i lotarisë së kartës së gjelbër u jep çdo vit deri në 50.000 viza emigrimi shtetasve në vende me nivele të ulta emigracionit drejt SBA-s përmes një përzgjedhjeje të rastësishme. Trump kishte tentuar edhe më parë të shfuqizonte këtë skemë, duke e lidhur atë me sulme të mëparshme terroriste, përfshirë atentatin me kamion në New York në vitin 2017.